Microsoft do të investojë $400 milion në Zvicër me paratë që do të shkojnë për zhvillimin e infrastrukturës së saj cloud dhe inteligjencës artificiale. Kompania amerikane e teknologjisë njoftoi investimin pas një takimi mes përfaqësuesve të Ministrisë së Ekonomisë zvicerane dhe zyrtarëve të kompanisë në Bern. Microsoft, që punson rreth 1000 persona në Zvicër, nuk dha detaje se sa vende pune do të krijonte investimi më i fundit. Paratë do të përdoren për të zgjeruar dhe përmirësuar 4 qendrat të dhënave pranë Gjenevës dhe Zyrihut, duke u përgjigjur kërkesës në rritje për shërbime të inteligjencës artificiale dhe infrastrukturës cloud në Zvicër, than burimet zyrtare. Zgjerimi do të shërbejë klientëve ekzistues dhe atyre të rinj, si dhe do të lejojë që të dhënat të mbeten brenda kufive zviceran, një kërkesë e rëndësishme për sektorë si kujdesi shëndetësor, financa dhe qeveria. Microsoft gjithashtu do të zgjerojë partneritetin me kompanitë e vogla e të mesme dhe do të rrisë përpjekjet e trajnimit për të ndihmuar njerëzit të përdorin mjetet digjitale. Qëllimi është të arrijë 1 milion qytetarë zviceran deri në fund të vitit 2027. Zvicra ka krijuar një nga ekosistemet kryesore të inovacionit në botë, duke përzier kërkimin e klasit botëror me aplikacionet e botës reale, than përfaqësuesit e Microsoft në një deklaratë. Sipas tyre, investimi synon të nxjisë më tej bashkëpunimet në Zvicër, si për shembull me rrjetin kombëtar të parqeve të inovacionit. Kompania gjithashtu dëshiron të zgjerojë ndërveprimet me organizatat ndërkombëtare në Gjenevë. Giganti i softwareve, i cili krenohet me një kapitalizëm tregur prej $3.42 trilion, ka shënuar një rritje mbërselënse prej 18.50% gjatë 3 muajve të fundit dhe një zgjerim 9.22% që nga fillimi i vitit.